Mirëmëngjes dhe mirë se erdhët në një tjetër video në kanalin tim. Kjo është fundjava e parë pasi fillova punën. Kështu që më duket sikur po shijoj në një formë tjetër, sepse di që kam vetëm 2 ditë tamam të plota nga mëngjesi deri në darkë me birin. Edhe kështu që rini me mua, djali është zgjuar dhe kemi fjetur bashkë në salon, sepse në dhomën e gjumit nuk e di, po kohët e fundit vetëm po qanë sa futemi në dhomë të gjumit, duket që nuk do që të flej. Nuk e di pse fëmijët nuk e pëlqejnë gjumin, por duket që nuk do të flej. Kështu që fletem në dhomën e ndenjes, duke qenë se dhomën e ndenjes e lidh pra me lojrat, me gjatë ditës që kaloj mirë, edhe aty nuk qau të paktën. Për momentin nuk është se flesh shumë mirë, zgjohet çdo një orë dhe do që të pi. Gjithsesi shpresoj shumë që të jetë një periudhë. Të bëjmë gati dhe patjetër që do dalim që gjumin e parë ta bëj në karrocë dhe unë të pi tamam atë kafen time. Pse gjithmonë një anë e bëj mirë, një anë e bëj keq? Mund të na shpjegoj njëri si funksionon kjo gjë që t'i bëjmë të dy anët njësoj? Nuk e di domethënë. Nuk do i bëj kur njësoj, për zotin. Anyway. E njëjta gjë edhe me sytë. Shumë keq. Ok, janë të e banë mami kështu, mos dhe të provoj për kështu. Ndoshta. Jo. Kështu. Jo, po këta e prova nga në kështu. Sa keq ja. Që mora dhe flokën tjetër. Java e parë, kalovi shumë mirë tek puna. Shumë herë më e thjeshtë se që kisha menduar unë, sepse mbase unë kisha ato frikrat e mia, në ndryshe. Kisha frikrat e mia, duke qenë që kisha qenë në ndales nga puna që ndodhi shumë spontan, shumë rrufej, do thosha, nga sot për nesër më nxori doktoresha dhe mendova që firma, menaxheri do ishin të mërzitur me mua se ja u lash punën në gjysmë, nuk ishte një njeri që më zvendësonte dhe pozicioni që unë bëj është i vetëm, nuk është se kam një njeri për shembull që bën të njëjtën gjë në kompani dhe mund të merrte punën time, kështu që për personin që për personin që mua më zvendësoi, ishte çdo gjë e re, nuk ishte kush ta trajnonte. Anyway. Ja hodhëm. Po thosha, ja hodhëm javës së parë, kështu që bëhemi gati për fundjavën, e kalojmë bashkë, bëjmë gati djalin, edhe kur të jem gati nga make-upi, do ju tregoj se çfarë do vesh sot. Si të rrotullohet kështu ulur, shtyn këmbë dhe rrotullohet 360 gradë, edhe është shumë krenar, po tani që hapa kamerën nuk e bën më. Bëje njerëke, bravo, ja, kështu, ja. Vazhdo. Ja, sa qef që ka. Stefan ka ikur të laj makinën edhe të qethet tek berberi. Ndërkohë që unë po bëhem gati, edhe do ikim tek kafja. Që Kiani të flej, Kiani është zgjuar në orën, që ore je zgjuar? Është në orën 6. Dhe, do me thënë orën 6 për herë të fundit se është zgjuar nuk e di sa herë natën. Ky fëmijë është fëmija më i mirë në botë ditën. Sepse merresh, shko ku të duash, është kurioz, shikon, mund të bësh shumë gjëra me këtë, mund dalësh, mund shkosh në restoran, kafe, nuk e di të blesh. Po natën nuk ka fjetur kur mirë, dhe nuk besoj se do i vi, nuk e di kur do vi dita që ky të flej natën, do më thënë që dhe unë të flej 4 orë kështu pa unë ndërprer, se nuk po them tër natën, 4 orë do ishte fantastike, po jo. Në fillim kur ka qenë baby po, është mos e tepër. Kur ka qenë baby në fillim flinte më mirë. Diku e humbi rrugës. Tani hap dollap, mbyll dollap. Kjo është puna e Kianit.
do lym dhe bucët dhe mbarovi mami. Sa për të veshur diçka pastaj, okay? Okay. Kian? Ashtu ai se gishtat. Nëse duhet të mësosh. Ziri që të mësosh, mos të futesh me. Jo. Gjëra që nuk duhet t'i prek. Jo. Bravo. Jo. Bravo. Bravo, Kian. Në fillim kisha nisur i thosha kështu, Kian. Por emrin e tij ai nuk duhet ta lidhi me një diçka negative. Emri i tij do të thotë që ne e thrasim me duan, prandaj sa herë që prek diçka, për shembull, nuk e di, që është afër prizave, afër një diçka që nuk duhet ta preki, ne i themi, kujdes gishtat. Neve i themi me zë të lartë, jo, dhe ai tani e di. Shikon kështu dhe ne i themi jo. E kupton. Okej, le të vishemi. Qerpik do vendos të qerpikët false, prandaj s'po i lyej tani. Hajde t'japi mami tastierën. Hajde. Tastierën e kompjuterit e kemi qef. Kian, hajde këtu. Kian. Bravo. Yay! Unë jam gati, jam veshur komplet me të bardha sot dhe po bëj gati çantën e Kianit e Stefanit. Çantën tjetër e kam gati. Dhe që do bëjmë? Do ikim pim kafe se i vajti ora e gjumit këtij. Pritja u tregoj çka kam veshur. Ja. Dhe do marr çantën më të bukur në botë. Hajde Kian. Që më ka vlerë buri nga Gesi. Sa të bukur më ka vlerë ditën e parë të punës. Hajde Kian. Bashkë me Kianin. Hajde. Për të më thënë sa mami e mirë që jam. Apo jo? Dhe kjo është veshja. Hajde. Ikëm. Sot për herë të parë e kam vënë Kianin me fytyrë nga rruga, jo se doja, sepse për fëmijët e paktën deri në 15 muajsh ose 1 vjeç duhet t'i lësh që të shikojnë nga ana e mamit, sepse kanë shumë stimulim pastaj, se shikojnë shumë gjëra, kurse nëse i ke nga vetja jote të shikojnë ty dhe shikojnë pak nga anash. Mirë po nuk kisha zgjidhje sepse binte dielli në fytyrë, edhe jam e sigurt që po që se do ishte rrugë e pakët, s'ka problem se e mbuloja unë apo e shikoja. Mirë po ne do shkojmë në këmbë gati 2 kilometër deri në qendër të qytetit, sepse kam shumë kohë që s'kam esur në këmbë edhe është koha kaq e bukur, nuk është shumë nxehtë. Është shumë mirë. Edhe pse jo, Kiani sot ta shijojnë çik pamjen. Është dhe më mirë kur e ke me fytyrë nga vetja jote sepse e kontrollon fëmijën, i flihet, po fle, ka diçka në gojë. Kështu që më pëlqen më shumë kur është me fytyrë nga unë, por këtu mund ta kontrolloj nga kjo dritarka aty, shikoni? Edhe ai më dëgjon duke folur, kështu që e di që jam me të. Shpresoj. Sapo Stefani të mbaroj prerjen e flokëve, do na bashkohet ne aty te Katja, besoj. Dhe pastaj do shkojmë deri tek Zara
sepse kam porositur diçka online që më ka ardhur te dyqani. Dhe duhet shkoj ta marr. Kështu që do kemi dhe haul në këtë video. Deri tani dita është shumë e mirë, jam shumë e lumtur që Kiani funksionon njësoj si me mua si me Shtefani. Nuk është se iki unë dhe pastaj qanë se është vetëm me Shtefani se është me mua. Patjetër që më kërkon. Mirë, po me të dy ne rri shumë mirë. Tani iku Shtefani, rri me mua. Është një fëmijë shumë komfort, siç thash, gjatë ditës vetëm. Që këtu e shikoj, është mirë. Se po bën më Kian? Se po bën? Hai, pasha. Ha. Qa ti thuash këti fëmije? Po që se do flinte edhe natën, do ishte perfekt. Sa po erdha te kafja, ka marrë një croissant, nuk isha uri, po thjesht nuk e di, vajti syri, një latte macchiato dhe një ujë për djalin. Ishte shumë i lodhur, ora është 10:30, a jeri zgjuar që në orën 6, që i bie 4 orë e gjysmë zgjuar. Mendoj që tani për momentin Kiani po ka një tranzit gjumi, sepse nuk flesh shumë gjatë, domethënë ka bërë 3 gjume në ditë për më duket deri në qershor. Pastaj koriku fillovi që të ndryshonte dhe ta bënte 2 gjumë në ditë, kurse tani më duket se po kalon tranzicioni tek vetëm 1 gjumë në ditë që të jetë pak i gjatë dhe mbasi që të flej më mirë natën. Po nuk besoj se ka të bëjë shumë, sepse gjumi i ditës kam lexuar që nuk ka të bëjë me gjumin e natës, janë 2 qendra të ndryshme të trurit që e kontrollojnë. Pra, e keni parasysh dhe në ditën kur lodhemi shumë natën nuk flem. Po, u trem. Çdo gjë okay, zemër. Çdo gjë okay. Çdo gjë okay. Mos ke frikë. U trem nga qeni, u trem edhe unë. Kështu që nuk mendoj se ka të bëjë, po gjithsesi ndoshta besoj që shumë shpejt do kaloj në 1 gjumë në ditë. Edhe mbase do jetë një çik më e vështirë, kupton se duhet ti bësh entertaining gjithë ditën, po për Shtefani nuk është problemi. Kështu Shtefani besoj që tani ka mbaruar dhe do na bashkohet neve këtu te kafja. Fola me mami në mëngjes. Tani me që Kiani po fle, unë do ulem të editoj një video në YouTube që mos mbetem mbrapa, dje publikova 1, por do përpiqem të jem më aktive sepse gjithë javën ku kam qenë në punë nuk kam publikuar asgjë se thjesht dua që të vi në rutinë një herë. Kështu që të përfitojmë nga koha që djali po fle dhe ta shikojmë se sa do flej sot. Sa është ora? Ora është 10:33. Shikojeni tërë këtë bukuri këtu. Qa? Bukuri. Po të thua? Shikojeni tërë këta dasgance. Pse çfarë dëgjove ti? Asgjë. Shisa i bukur është verë. Ka prej vlogat vera fike. Lova latte macchiaton se Kiani po fle. Mikrofonin e kam aty diku për bukuri. Pastaj do shkojmë të blejmë tek marketi i fshatarëve domate, se i kanë shumë të freskëta dhe të shijshme. E di e thashun, i shabe das mikrofon nurcum. Dekor. Ja, mikrofoni. Do shkojmë pastaj te tregu i fshatarëve të blejmë domate, kastraveca dhe lule shtrydhe. Na dha lule shtrydhe një nëna këtu për djalin, sa të zgjohet do t'i haje. Ndërkohë që unë ose do shkoj tani, ose do shkoj më vonë me Shtefanin, por nuk e kam idenë se sa gjatë do jetë i hapur. Ja të pyes njëherë vërtet, dhe po ashtu do shkoj vetë, të blej gjëra bio. Sa po erdhëm tek marketi i cili po mbyllet, kështu që të shikojmë çfarë mund të gjejmë. Po shikoj që shumica po mbyllet, por është edhe atje një që akoma është i hapur. Ja ko shikoj. Kështu që le të shkojmë atje dhe të shikojmë se çfarë mund të gjejmë akoma. Inshallah shpresoj të ketë domate. Po. Nee, das hier ist gleich. Aber da kann man Erdbeere kaufen. Da kannst du Erdbeere kaufen. Hier. Gjithmonë të kjo tenda këtu blej domate, kështu që të shikojmë. Ja, edhe këtu po mbyllen. Po jemi në kohë. Opa. Ops. Ku janë domate. Halo. Unë bleva këtu domate. Ich komme, du kannst ja.
Kastravec. Tani do blem edhe lule shtrydhet dhe i kjo në shtëpi. Blevëm dhe disa perime dhe të shpresoj më të mirën, sepse tani do shkojmë në qytetin tjetër në Trier, edhe të shpresojmë që nuk do prishen, se nuk kishim kohë të shkonim dhe njerë në shtëpi, ishte shumë e lodhshme. Gjithsesi, Kiani është ullur te karigja e tjere, që e pëlqen shumë fare, e ze gjumi dhe pastaj zgjohet se i varet koka. Si të duket? Të pëlqen mikrofoni? Puç. Çë do thuas? Angry. Do shkojmë te Zara të marrim porosin si thash. Edhe pastaj do shkojmë në një lokal që është beach bar, që ka edhe rër, edhe është përballë lumit që ne kemi këtu në qytet, që quhet Mosel. Mbase do pim diçka, të freskohemi, sepse dita sot, të paktën sot, sot është okay temperatura. Deri tani janë okay. Ora po shkon 1, kështu që shumë më nxehtë nuk e dia do bëhet. Shpresoj të gjejmë një vend atje tek beach bari dhe pastaj do kthehemi patjetër se Kiani ka për të ngrënë. Duke qenë se do jemi tek plazhi, do marrim dhe lodra me vete që Kiani të luaj. Duket shumë bukur dita, kështu që po e shijojmë këtë fundjavë. Ndryshe tani se nuk bërëm asnjë plan me njerëz të tjerë sot, edhe le ta shijojmë kështu siç jemi. Ja dhe Moseli. Sa po arritëm tek qendra tregtare Trier Galeri. Stefani do shkoj me djalin tek dyqani i drogerisë, ta ndrojë një, se është një kënd aty për beba, me pampers, me bibelina, jo pampers. Ja, unë do shkoj te Zara të marr gjërat që kam porositur. Nëse më kanë ardhur në shtëpi gjërat e hëmës, këpuc kam porositur, do t'jam tregoj të gjitha në këtë video. Nëse jo, do t'ja tregoj video tjetër. Shiko edhe një kënd për të bërë foto. Këtë se kemi parë ndonjë. Bukur. Tate Zara dhe Stefani do më vdesi, do më vrasi. Duke qenë se pakot kanë ardhur veç e veç, se cila veç e paketuar, duket sikur kam bler tër dyqanin. Pa çka se pakoja ka për shembull vetëm një gjë brenda. Nuk e dia ja u tregoj dot, ja. Si do t'ja tregoj Stefanit që të më pranoj? Mora dhe 3 palë pantallona sot, sepse ishin nga 5 euro dhe ishin shumë të bukura. Si Kiani të vërtet. I mora gjërat e Zara dhe Stefan nuk më vrau. Më tha, zemër, çfarë janë gjithë këto që ke marrë? Unë ja sqarova që thjesht janë të paketuara në qese të mëdha. Nuk është se janë shumë gjëra. T'ja tregoj në shtëpi kur të shkoj. Tani do shkojmë tek bari që ka plazhin edhe rërën. Të shpresojmë që do gjejmë një vend. Do kemi fat apo jo? Se di kur të shkojmë. Kiani ka fjetur deri në orën 12, ora është 1:20, kështu që kemi kohë deri në gjumin e tij të radhës. I kemi marrë vetëm një snacks me vete, por kemi dhe këto snacksat këtu. Po që se nuk gopem atë që i kemi marrë. Merri lugën. Ja. Sepse në fundjavë besoj që do t'i jap edhe më shpesh qumësh, meqense jam aty, pse jo. Çojmë. Do lajmërojmë kur të jemi tek lokali. Deri tani dita ka shkuar shumë mirë, sepse nëse djali fle mirë dhe është i qetë, jemi dhe ne të qetë si prindër. Patjetër që po. Edhe nuk e di, po siç që thash, po shijoj një çik më ndryshe këtë fundjavë, duke qenë se e di që kam 2 ditë të plota, pastaj të shkoj prapë në punë.
Edhe të mërkurën, besoj çdo javë do ta bëj kështu që të mërkurën ta marr punë nga shtëpia në mënyrë që mos ta ndjej sikur jam 5 ditë larg nga Kian. Se më duket link si janë. Sa po parkuam. Tani jemi 100 metër larg, jemi shumë afër vendit ku duam të rim. Do rim pak, do pim diçka, Kiani të luaj në rër dhe pastaj patjetër që duhet ikim se ai ka orarin që të haj drek. Edhe të flej gjumë. Ditët e fundit jesh prishur pak rutina e gjumit, kështu që duam të kuptojmë thjesht po ka tranzicionin nga 2 gjumë në 1 apo thjesht ka qenë ditë e mirë. Po ja u tregoj tani vendin ku jemi. Ky është vendi ku do shkojmë. Është direkt tek lumi. Inshallah gjem një vend në hije, do marrim diçka për të pirë, ndërkohë që Kian luan në rër. Nuk do rim shumë, sepse duhet të shkojmë në shtëpi që Kiani të edhe të hajë dhe të flejë. Po u kthyem në shtëpi dhe tani do hajmë drekën. Kianit I kam gatuar fasule të bardha dhe të zeza për përmbajtje hekuri. Nuk janë të nxehta. Kiani I adhuron fasule dhe zakonisht unë I gatuaj të njëjtat gjëra që gatuaj vetë, domethënë I përshtatemi ne menusa atij. Në mënyrë që të ham të njëjtat gjëra dhe dje kishim fasule dhe për ne. Pjesën e që është bërë kuqe kam hedhur bashkë me fasule që të zihen domate dhe pastaj I kam shtypur kur I kam kaudisur me palxhal, domaten, qepën e shtypur, karrota, do. Bravo. Dhe I kam hedhur vetëm pak piper të kuq. Dhe pastaj kam ndarë Kianin dhe të pjesa jonë I kam hedhur vetëm krip. Dhe Stefani po thoshte nuk e kuptoj pse I pëlqen kaq shumë fasule, se kur kemi fasule Kiani ha bojën kështu. Thashëm sepse është djali. Bravo. Kiani pastaj do e ushqej Stefanin sa të dalë nga tualeti dhe unë do t'ju tregoj se çfarë mora tek Zara, në mënyrë që mos të harroj më vonë, sepse do vetë djalin në gjumë ose unë ose Stefan. Dhe pastaj kam shumë lavatriçe për të bërë, se Stefani nuk ka qenë e mundur në javën që ka prindëruar. Kam për të palosur rrobat, për të sistemuar. Pëlqen? Fasule mirë. Bravo. Ta marrim nënën që ta shikoj si ha fasule, se ka krenari kur Kiani ha fasule dhe gjëra kështu. Thot ajo, kam fibre, janë shumë të mira. Doja pak t'ju tregoja çfarë mora tek rregull shtatarëve. Ose I fermerëve po I quaj, se nuk jam shtatar. Janë fermerë. Njësoj si në Shqipëri. Shtatarëve në kuptimin që në fshat janë këto, po s'do të thotë sepse serat mund të jenë edhe në qytet. Po flasim tek fermerët që kanë fermat e ushqimeve, ka marrë këto domatka. Janë shumë të mira, më pëlqejnë shumë. Dhe janë të gjitha të shijshme.
kastravec. Kanë shije ndryshe këto që i blejnë në supermarket ose te këta njerëzit. Kam marrë 2 kungulleshka, paçka se kungulleshkat edhe mund mos i kisha marrë se Sara ka bërë shumë kungulleshka këtë vit edhe ata nuk kanë më si t'i bëjnë. Kam marrë domate, 6 copë, na dali për të rjapën, besoj se kemi dhe domatkat e vogla. Dhe kam marrë dhe këto mollë, se më thënë ati që janë shumë të mira dhe shumë të ëmbla, dhe ja qroj Kiani dhe ja jap të gjithë në dorë dhe ai i kafshon dhe kruan dhe dhëmbën i falsisht. Edhe lule shtrydhe, po ashtu. Lule shtrydhet ishin shumë të mira, se një teta atje te kafja na dha një, edhe vajtëm blevën të tjera, edhe sot për drek, përveç fasuleve, Kiani... Janë okej, po. Kiani do haj sot lule shtrydhe përveç fasuleve. Këto janë qeset e Zarës. Ti bëj pastaj zemër se ndoshta e shpërshëndrojnë? Len kishin hap, no? Andra. Kianin sapo e zori gjumi, kështu që po ju tregoj se çfarë kam bler tek Zara para se të ngrihet. Kianin e kam këtu në kamer dhe le të fillojmë nga puna. Kam argjuar 16 euro, njëra pal ishte, 2 pal ishin nga 6 euro dhe një pal ishte 4 euro 60 cent, kështu që nuk keq. Atëherë mora këto pantallonat që janë kështu si 3 qerekshe, nuk do them kapri, çudi që janë extra small, se duken goxha të mëdhaja. Mendova që do ishin 3 qerekshe, por jo, janë të gjata deri te kyçet, kështu që nuk e di, ti provoj një herë dhe të them. Mora këto tutat, kafe, duken shumë të bukura, kështu që nga 30 euro, këto i mora për 4 euro e 50 cent. Pantallonat roz, si tip tutash dhe këto duken shumë të mira. Kështu që edhe këto për 5 euro e 90 për 6 euro. Çfarë kisha porositur në online? T'ju tregoja shpejt edhe gjërat që kisha porositur e hapa pakun shpejt sepse kishte shumë qese nga një produkt. Kam marrë këtë fustanin këtu. Kam marrë këtë fustanin të zi, kam edhe një ngjyrë lejla si ky. Më pëlqeu shumë si më rrinte lejlaja dhe mora të ziun, shumë i bukur. Këtë fustanin këtu si tut, por duket që është kështu asimetrik, shumë i bukur poshtë. Bluzën e thjeshtë të bardhë që besoj hapet edhe do ri shumë bukur në trup. Një korse, ngjyrë roz, shumë bukur dhe kjo. Inshallah më bën, jo, kjo është mbrapsht, kështu. Dihet trekën si poshtë.